Ne e dim për shembull për dietarëve më të mëdhenj që një historia islame ata kanë marrë këshilla edhe për fëmijëve, kanë marrë madje këshilla edhe për mëkatarëve më të mëdhenj. Për shembull përmendet për Imam Adhamin, për Ebu Hanifen, rahimahullah, të cilin e prisnin me padurim audienca e tij, xhamati i tij, për dhënë ders dhe erdhi një fëmijë 6-7 vjeçar dhe i tha: "A je ti Imam Adhami, a je ti imam i madh?" Tha: "Po, unë jam." Tha: "Dua të të jap një këshill." Tha: "Po, urdhëro." Tha: "Fasadul alimi fasadul alam." Tha: "Prishja e dietarit do të thotë prishje e botës." Tha: "Kjo këshill ka trondit edhe e kam marrë për gjithë jetën time." Ose Imam Ahmedi kur është burgos padrejtisht në kohën e tij për fitnën e Kuranit. Edhe ai që e pa shumë të mërzitur ishte një i dënuar për pirje alkooli, një alkooliqar. Edhe i tha: "O Imam Ahmed, tha, po ti a di çfarë burri je? Pse po mërzitesh tha?" Ai është mërzit se nuk është mësuar me qëndru në një vend tillë. Aq më tepër kur është burgos padrejtisht për diçka shumë madhore, është burgos pse pe mbron fjalën e Allahut. Tha: "Unë i kam duru 80 kamxhik në rrugë të shejtanit, e ti s'po mundesh me i dëru në rrugë të Rahmanit." Kjo këshill tha mi ka qelë syt, tha, më ka forcu, prandaj tha kam qenë gjendje me i përballu gjitha ato kamxhik që realisht e kanë te i kalu nomin për 80 kamxhik. Aq shumë padrejtësi kanë bërë, sa që është alivanos për goditje, por kjo fjalë ka dhënë shumë forcë, që do të thotë pra niveli i dijes nuk e bëri që tregohej arrogant. Dituria e vërtet ta shton për ulësinë, jo mendjemasin. Prandaj Allahu lart i vlerëson dietarët, madje më shumë ti vlerëson ata. Thot inma yakhsha Allaha min ibadil ulama. Ata që prej robët e Allahut më së shumti i friksohen Allahut, pra kanë respekt për Allahun, janë dietarët. Që do të thotë dituria reale dhe e vërtet ta shton modestinë, ta shton për ulësinë. Dhe jo e kundërta. Nëse një dituri ta shton arrogancën, mendjemasinë, ajo nuk është dituri. Ky është sinjali. Ky është sinjali. Nëse një dituri ty ta shton thjeshtësinë, për ulësinë e Allahut, dije se je duke ushqyer veten, je duke përndritur veten me dituri të vërtetë dhe reale.